Por për të folur më gjërësisht, sa i përket zhvillimeve në arenën ndërkombëtare, por edhe për çka është duke ndodhur në Kosovë për shkak të mos konstituimit të qeverisë së Kosovës, kam në një lidhje zotin Sadri Ramabaja, nga Instituti Shqiptar për Gjeopolitik. Zoti Ramabaja, ju përshëndes. Përshëndetje nga Prishtina. Faleminderit për ftesën. Kam kënaqësinë kem sërish edhe zotin Vudi Gjymshiti, gazetar nga Gunpowder Chronicles. Vudi, të përshëndes. Përshëndetje, faleminderit që më keni ftuar. Vudi, po e nisim së bashku, më duket nga informacionet e fundit që kishin dhe në bisedën që bëm ndodheni në Ukrainë. Çfarë po ndodh? Pamjet e fundit që ju transmetonit, zjarr, luftë, drone, çfarë po ndodh aktualisht në Ukrainë? E që po ndodh është si pasojë me asaj çfarë po duket në sajt të deklaratave të presidentit Trump, duket se presidenti Putin ka marrë një lloj drite të gjelbërt për të intensifikuar operacionet ushtarake në Ukrainë. Drita e gjelbërt, siç e thash, duket se ka ardhur nga Washingtoni zyrtar pasi që në takimin e fundit që ishte presidenti Trump, në takimin e G7-s në Kanada, ai ishte aty për të përpjekur t'i qortonte vendet e G7-s pse kishin dëbuar Rusin nga ajo që ishte dikur G8, ndërkohë që pse Rusia ishte shporur nga G8, ishte pish për shkak të aneksimit të Krimes në vitin 2014, por duket se presidenti Trump të kishte harruar dhe mendimin e tij nga takimi i G7-s në një arsyetim për një takim emergjent në Konsilin Nacional të Sigurisë Kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës, filluan intensifikimet e bombardimeve ruse, me qrast në natën e parambrëmshme kishim rreth natës të 17 të shtorit, kishim bombardime të intensifikuara me rreth 440 dron shahid të Iranit që po vdesnin kryeqytetin Kiev dhe 39 raketa me rrezet të gjata të veprimit që shkaktuan vdekjen e të paktën 20 njerëzve. Po lexoja një artikull në portalin tuaj sa i përket një konflikti tjetër që ka marrë vëmendje të madhe, është konflikti mes Izraelit dhe Iranit. Një koment për të dhe pyetja themelore që shtrohet sot në të gjitha mediat ndërkombëtare. Do ndërhyjë SBA apo jo? Dhe pastaj e njëjta pyetje edhe për zotin Ramabaja për të shkuar më pas. Po. Në fakt e informacioneve të verifikuara që ne kemi si Gunpowder Chronicles, kemi të konfirmuar që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të përfshihen drejt për së drejti në luftën kundër Iranit në bashkëpundim me Izraelin. Ky vendim sigurisht që nuk është ende publik, mirë po ajo do të merret vesh të paktën nesër nëse ata kanë ndryshuar mendje apo jo. Por Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të përfshirë në luftë, në çdo luftë që Izraeli e bën. Janë të përfshirë prapa luftës së Izraelit në Gaza, në platën e tyre gjenocidale që kanë filluar pas ngjarjeve të tmerrshme të shtatorit të 7 tetorit të vitit 2023. Edhe tani që Izraeli ka filluar një agresion kundër Iranit, mbi arsyetin edhe pretendimin se Irani është duke zhvilluar armë bërthamore, Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithashtu janë prapa Izraelit, mirë po në këtë vit qartësisht ata do të përfshihen drejt për së drejti në luftë kundër Iranit bashkë me Izraelin. Zoti Ramabaja, 3 synime ka Izraeli: rrëzimin e regjimit të ajatollave, bombardimin e raketave balistike, por gjithashtu edhe zhdukjen e programit bërthamor. Do të realizojë këto të treja dhe a do të ndërhyjnë SBA-t? Që të 3 këto qëllime, sidomos likuidimin e mundësive për prodhimin e armës bërthamore, mund dhe duhet të pritet që të realizohen. Përndryshe, ky intervenim nuk do të kishte kuptim pastaj. Kjo është fare e mundshme të realizohet me ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, siç po shihet tashmë, dhe gjasat që kjo ndërhyrje të jetë relativisht e shpejt janë arritur tashmë. Takimi i nesërm i paralajmëruar nga ministri i jashtëm i Iranit në Gjenevë me kolegët e tij të 3 shteteve perëndimore që kanë kërkuar këtë takim, do të jetë ndoshta prova e fundit
para një ndërhyrje të tillë amerikane. Dështimi i takimit të nesërm, siç mendoj unë se do të ndodh, do të jetë dështimi diplomacisë evropiane dhe thellim i kursit Zoti Rama Baja, dakord, po çfarë besimit ken kur po ato të tre që do takohen nesër në Gjenev, Britani, Gjermani dhe Francë, mos gabohem, me palën iraniane, janë po të njëjtët që i thanë mos rri në marrëveshjen që kemi bërë me amerikanët, kur vetë presidenti Trump doli. Tani, si ta shohim këtë lloj gjëje? Pra amerikanët dalin, evropianët thonë të rrim në këtë marrëveshje, tani shkojnë takohen dhe thonë që amerikanët rrim prapë të veçuar. Si ta kuptojmë këtë situatë? Edhe një provë për të rikthyer bisedimet në tavolinë për ndërprerjen e tendencave për pasurim të uraniumit, respektivisht krijimin e bombës atomike nga ana e Iranit, sepse këtu është edhe krejt çelësi. Bëhet fjalë për ekzistencën e shtetit hebrej dhe në këtë rast nuk ka pardon. Arsyetohet çdo veprim pastaj Netanyahu dhe i Trumpit. Ndërkaq largimi parakohshëm i Trumpit nga takimi në Kanada, nga takimi i G7-shit, flet qartë se takimi i nesërm i pritur në Gjenev është thjesht sa përsye faqe, respektivisht për larjen e duarve si Pilati. E kuptoj. Ju jeni studiuesi i drejtës ndërkombëtare. Të gjithë studiuesit një zëri thuaj se thonë se Izraeli ka sulmuar një shtet sovran. Pra kemi sulmuar një shtet sovran, atë që quhet preemptive attack. Pyetja qëndron. Vučić tha përpara pak ditësh se ne jemi në rrugën e duhur dhe historia është rrugën e duhur për të marrë Kosovën. Çfarë e ndalon Serbinë atëherë që edhe ajo të sulmojë një shtet sovran, nëse e drejta ndërkombëtare që nga kaq lehtësisht e shkelshme? Po këtu është edhe dallimi i studiuesve të drejtës ndërkombëtare dhe i marrëdhënieve ndërkombëtare, sepse e drejta ndërkombëtare është interpretuar dhe vazhdon të interpretohet sidomos nga të fuqishmit për të arsyetuar veprimet e tyre politike, respektivisht hegemoninë, agresionin dhe ekspansionin hegemonist. Në rastin konkret, deklarata e Vučićit pretendon që të mbështetet tek një alibi në cilën thirret një lagje e studiuesve të drejtës ndërkombëtare. Por ajo në rastin e Kosovës është hedhur poshtë përmes artikullit 7 të OKB-s, sepse kishim të bënim me një gjenocid të përsëritur nga ana e Serbisë. Pas atij ndaj bosnjakëve, po bëhen ndaj shqiptarëve. Në rastin konkret, paralele nuk mund të tërhiqen. Megjithatë, heshtja e faktorit ndërkombëtar, sidomos në raport me Gazën, i ka dhënë si të thuash, ngritjes së alibive të kësaj natyre edhe nga Putini, edhe nga Vučići. Prandaj kemi këtë kakofoni edhe në rrafshin e diplomacisë. E kuptoj. Zoti Gjimshiti, për të ndalur pak tek situata në Shqipëri dhe ju e njihni mirë rajonin. Në Shqipëri strehohet edhe një grup i mujahidinëve MEK në afërsi të Tiranës, në dalje të Tiranës. Më saktë, a na ekspozon kjo në këtë konflikt që po përshkallëzohet si e sheh, si njohës edhe i çështjeve të sigurisë së rajonit? Sigurisht që Shqipëria është ekspozuar sa i përket çështjes së sigurisë kombëtare, në asaj çfarë kanë vëzhguar se si qëndron Tirana zyrtare në raport me këto situata. Deri më tash ne kemi parë një bashkërendim të Tiranës zyrtare me Beogradin zyrtar. Dhe ne dim që vija kryesore e bashkërendimit të Beogradit zyrtar është në një bashkërendim të plot në politikat jashtme zyrtare të Moskës, rrjedhimisht kemi një situatë ku dhe Irani është i pëshirë në ato vija. Ndërkohë që mujahidinët që janë të strehuar në Shqipëri nuk e din as se kanë orientimet e tyne përveç faktit që në një periudhë të caktuar të vitet të kaluar me sa e diune kanë qenë të dështuar si të zhytur një përpjekje për të organizuar një lloj sulmi kibernetik kundër interesave të sigurisë Aleancës Perëndimore.
Ajo si çfarë ka ndodhur më pastaj nuk ka ndonjë konfirmim ose sqarim për publikun apo për media nga ana organeve të sigurisë së Shqipërisë, por besoj që është përgjegjësi e autoriteteve shqiptare që t'i sqarojnë dhe sqarojnë këtë situatë, sepse është e pamundshme që ata të mos kenë informacione, se të mos kenë zgjuar se çfarë po ndodh aty, ndërkohë që deri në këto momente sa ne jemi duke folur, unë vlerësoj se prezenca e mujahedinëve në strehimit të mujahedinëve në Shqipëri është vërtet e paqartë dhe është për të shqetësuar. Po te njëjta pikë ka aludime në Tiranë, për shembull kisha dhe një të ftuar përpara pak ditësh që bëri një lidhje mes shtetit Bektashi që donte të formonte kryeministri Edi Rama dhe mundësisë së vakumit të pushtetit në Iran në rast se bie Ayatollahu për një ofertë që bëhet nga Tirana drejt Iranit për mundësinë ose për të implementuar një lloj shteti Bektashi. Sheh një paralele të atill, Vudi? Nuk mendoj që ai grup iranian që janë të lehuar në Shqipëri do të jenë njerëz të cilët do të konsiderohen për një qeveri të mëdha tranzicionale. Aktualisht i vetmi entitet që konsiderohet për të vënë në përgjegjësi për një qeveri të mëdha tranzicionale është pasardhësi i mbretit Shah iranian, zoti Reza Pahlavi. S'kam i sigurt nëse po e them drejt emrin e tij. Ai ka folur tashmë në mediat britanike, në BBC dhe në Sky News, ku qartësisht gjua e tij e komunikimit është duke u pjekur të inkurajojë popullin iranian që të kryejnë ngritjen kundër regjimit të Ayatollahit në një përpjekje të kërkesës së tij për të pranuar si një person, si një lider tranzicional në një periudhë kohore ku do të mund të organizoheshin më pastaj zgjedhje të lira, e kështu me radhë, mekanizma të tjera, në idenë e asaj çfarë edhe qarkullohet në gjuhën politike të Tel Avivit zyrtar se Irani duhet të demokratizohet. Tani, do të thonë, gjithçka është e paqartë se çfarë do të ndodhë. Një gjë që është e dukshme është që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të përfshihen në këtë luftë, janë të përfshirë bashkë me Izraelin. Britania e Madhe tani më ka konfirmuar që ata do ta mbështesin Izraelin në luftën e tyre kundër Iranit. Kjo është konfirmuar vetëm para disa minutave, para se të lidhemi këtu drejt për drejt. Dhe kemi një situatë ku Irani ka deklaruar qartësisht edhe nëpërmjet zyrtarëve të tyre për shtyp, por edhe nëpërmjet mekanizmave të tyre mediatik, ku thonë se ata nuk do të dorëzohen, do të luftojnë. Ndërkohë që me sa mund ta keni vëzhgu, bombardimet janë duke u intensifikuar si nga ana e Vudi, ju keni qenë në zona të ndryshme lufte. Si e sheh, mund të përshkallëzojë ai konflikt? Ju keni parë zona të ndryshme në linjën e mesme, jeni në Ukrainë, keni qenë në zona të tjera. Mund të përshkallëzojë, është konflikti i ashpër? Konflikti është përshkallëzuar. Konflikti është duke u thelluar në përshkallëzim. Nuk ka më çka të dyshohet apo do të përshkallëzohet apo jo. Konflikti është i përshkallëzuar dhe është, domethënë, luftë aktive, vetëm se metodat e përdorura për momentin janë raketat balistike, edhe pretendimet e Izraelit se është duke kontrolluar hapësirën ajrore të Iranit, gjë që nuk e di sa është e besueshme ky pretendim, sepse fatkeqësisht kryeministri i Izraelit zoti Benjamin Netanyahu na ka treguar dhe është përpjekur ta bindë botën që nga viti 1996 se Irani ka pasuri të uraniumit të varfruar, se në periudhë kohore 6 mujore do ta krijoj bombën atomike dhe do ta sulmoj Izraelin. Kështu ka thënë edhe në vitin 2012, kështu ka thënë edhe në vitin 2015, kështu ka thënë edhe në vitin 2018. Kështu tha dhe kësaj radhe, po me gjas kësaj radhe e kanë njerën e dur në shtëpi të bardhë dhe e kanë përshkallëzuar situatën në atë nivel që me sa duket janë të interesuar ta bëjnë një përpjekje për ta pushtuar Iranin në një qëllim për ta ndryshuar entitetin qeveritar që është duke qeverisur Iranin tash dekada me radhë. E kuptoj. Për të ndalur, zoti Ramabajat, e njëjta pyetje që i bëra Vudit, një ftuar që kisha, por ka dhe të tjerë faktikisht, tha se ka një lloj lidhjeje në shtetit Bektashi që propozon kryeministri Edi Rama dhe një lloj oferte që mund të bëhet në rast se ka rrëzim të ajatollave në Iran. Sheh një lidhje të atill? Po e përcolla intervistën që ke zhvilluar me studiusin në fjalë dhe më bëri shumë përshtypje që është e vërteta, sepse mund të tërhiqet
një paralele rreth kësaj ideje që nuk ka qenë ide e Edi Ramës, tashmë është e qartë se vjen prej Izraelit dhe është një manipulim i pastër me opinionin në Shqipëri, një eksperiment që mund t'i shërbej Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës pikërisht në Iran. Atje kemi të bëjmë me njërin prej segmenteve të islamit, fjala është për shiin, dhe një promovim i një tipi të tillë të shtetit të mullahve në miniatur, diku në shkret tirat e Iranit, do t'ishte zgjidhja sipas këtyre eksperimentuesve, zgjidhja më e mirë e mundshme, që t'i lënë botën e tyre, por është thjesht një iluzion dhe e pamundur të realizohet. E kuptoj. Zoti Ramabaja, kur ndoqim lajmet në SBA, shefja e sigurisë kombëtare ishte në një konferencë për shtyp përpara Senatit Amerikan, mos gabojmë, dhe tha nuk kemi dëna se Irani ka armë bërthamore. Rafael Grossi, shefja e Agjencisë Atomike, tha për Christian Amanpouri në CNN, nuk kemi dëna se Irani ka apo po ndërton një armë bërthamore. Pra janë dy deklarata të zyrtarëve më të lartë, le të themi. Një JOKB-s dhe tjetra inteligjenca amerikane. E tha Vudi pak më herët, zoti Netanyahu prej 2 dekadash tashmë thotë që Irani është një vit, një javë, një muaj afër ndërtimit të armës bërthamore. Çfarë legjitimon sulmin ndaj një vendi si Irani? Mund të themi demokraci, teokraci, vendi pa zhvilluar, vend problematik, por në fund fare mbetet vend sovran. Çfarë e justifikon këtë sulm? Mbi gjitha interesat, përmbysja e interesave gjeopolitike në rajon. Kur kishim ndërhyjë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Irak, nuk mjaftonte arsyetimi se janë larg posedimit të armëve biologjike kimike për të cilat aludohej. Me interes ishte që pushteti i Saddam Huseinit të largohej, ndërkaq Iraku të pozicionohej politikisht ashtu siç u pozicionua më pas, dhe në veriun e Irakut të krijojë bërthama e shtetit të ardhshëm kurd. Ajo tashmë ka ndodhur. E njëjta strategji do të ndiqet edhe në Iran. Natyrisht Irani është arre fort dhe do të jetë vështirë, por s'ka më tërheqje. Prandaj vera dhe vjeshta e këtij viti për rajonin e lindjes së mesme dhe duket se jo vetëm do të jetë jashtëzakonisht e nxehtë. E kuptoj. Vudi, të ndalemi pak tek Kosova së bashku për ta mbyllur me një pyetje për Kosovën për të dy. Çfarë po ndodh? Duket sikur edhe opozita dhe majoranca nuk duan ta formojnë qeverinë. Është në dorën e plot të opozitës që ta votoj konsolidimin e Parlamentit të Republikës Kosovës. Ata janë duke sabotuar shtetin me vendim edhe me vetdije të plot. Ndërkohë që figurat publike dhe mediat e afërta me opozitën janë duke bërë një luftë psikologjike të stilit të dezinformacionit, të luftës psikologjike ruse. Vitëve të fundit kemi pa ata madje kanë dhënë deklarata publike të llojit edhe duke u përpjekur ta bindin publikun se pas ka qenë UÇK-ja fajtore e popullit shqiptar, pse Miloševići pas ka dalur nga kontrolli e pas ka masakruar shqiptarët e pas ka bërë gjitha ato krime të luftës dhe krimi kundër njerëzimit në Kosovë. Opozita në saj të vëzhgimeve të mia dhe praktikave dhe metodologjive politike që i kam parë tash 3 vitet e fundit duke u zbatuar në ish republikat e Bashkimit Sovjetik, opozita është duke luajtur taktikat e sakta të Kremlinit zyrtar të strategjive për ta dëmtuar besimin e qytetarit në institucionin shtetëror, në fundamentin e shtetbërjes. Ta janë me saktësi të përfshirë në këtë fushat, duke u bindur, duke përpjekur ta bindin qytetarin që Kosova s'duhet me qenë, në Kosovën nuk duhet me besu, madje duke u përpjekur edhe ta bindin qytetarin se shqiptari viktim pas ka qenë fajtor, pse Miloševići pas ka dalë nga kontrolli e pas ka filluar të bëjë masakrat kundër shqiptarëve.
Unë mendoj që Republika e Kosovës, kushdo që është përgjegjës në raport me sigurinë kombëtare, duhet sa më parë të i vëzhgoj këtë situatë, të analizoj strategji dhe të filloj të ndaloj këto veprimtari, të shofshin ato të politikanëve, të grupeve politike apo të grupeve mediatike, sepse Kosova është në rrezik të jashtëzakonshëm nga këto grupe të interesit të cilat janë duke zbatuar strategjinë operative politike të interesave gjeopolitike të Kremlinit zyrtar. Kosova është në rrezik të jashtëzakonshëm, prandaj kushdo që më dëgjon, veprani, kryeni punën tuaj që e keni për të mbrojtur atë republikë që e kemi, sepse gjasat janë të mëdha që kemi mu përballë me sulme serioze nga ana e Serbisë. Vučići është duke armatosur, është duke u përgatitur, Vučići ka financuar entitetet mediatike dhe zërat publik për ta sulmuar Shtetbërjen dhe Republikën e Kosovës në zemrat dhe shpirtat e qytetarëve të Republikës Kosovës në mënyrë që kur ta veproj, kur ta ndërmarr veprimin e agresionit të ashpër ushtarak, të paraqitet disi si e pranueshme. Shumë e qartë kjo që thoni, Vudi. Të mos bëhet vonë, këto duhet të veprohet. Po, zoti Ramabaja, Kosova në rrezik, tha Vudi, dhe dha të gjitha argumentet e mundshme pse Kosova mund të jetë në rrezik. Që nga operacionet hibride të dezinformimit, lidhet me Kremlinin, ndërhyrja e Kremlinit etj. etj. Pse kryeministri Kurti nuk heq dorë nga Albulena Haxhiu dhe të formojë qeverinë siç thotë që unë kam mundësinë që ta formoj sepse kam deputetet, apo nuk i ka deputetet dhe është një krizë artificiale që të dyja palët po e mbajnë varur Kosovën? Nuk kam që ka i shtoj asaj që ka tha Vudi, është pajtohem 100%. Këtë sot e ka verifikuar dhe publikimi një raporti të Institutit Hibrit, ku potencohet shumë qartë se janë mbi 3.000 lajme të publikuar nga mediat ndryshme të Kosovës që përqojnë pikërisht agjendën ruso-serbe në këtë rafsh. Ndërkaq për fat keq, opozita në Kosovë, sidomos LDK-ja, është kokë e këmbë e kapur nga oligarkët që në një mënyrë ose tjetër janë produkt i Serbisë. Tashmë është e qartë se bllokimin po e bën opozita dhe emri i Albulena Haxhiut është thjesht vetëm një pretekst, që është e vërteta pas raundit të 8 të sprovës nuk kemi më të bëjmë me emrin e saj, por me një përpjekje për të krijuar një komision që do të përcillte votimin e fshehtë si formë vetëm e daljes nga kjo situatë, por që opozita është bllokuar dhe nuk po e lejon. Natyrisht nuk do ta lejoj sepse nuk vendosin deputetët aty, vendosin oligarkët dhe ata që japin urdhra nga jashtë Kosovës. Për fat keq, në këtë drejtim nuk është vepruar me kohë, me ashpërsinë e ligjit dhe jemi në situatën ku jemi. Tashmë është duket vonë. Dështimi i kësaj legjislature është akt i paralajmëruar. Zgjedhjet e jashtëzakonshme janë në prag. E kuptoj. Zoti Ramabaja, faleminderit. Lutem, mirupafshim. Vudi, faleminderit dhe ruhu se je në zonë lufte faktikisht dhe uroj të lidhemi sërish së bashku për të reja sa i përket frontit luftës dhe komente më të gjëra. Përshëndes, Vudi.